Pas një seance që zgjati gati 6 orë, gjykata e posaçme vlerësoi masat e sigurisë për 14 arrestuarit gjatë operacionit ndërkombëtar Ura. Gjyqtari Euredina Palloj la në fuqi masat arrest me burg të kërkuara nga SPAK për 11 arrestuarit, të dyshuar për përfshirje në trafik narkotikësh që shtrihej nga Shqipëria në Itali. Ndërkohë për avokatin Armand Tragaj është ndryshuar masa duke i caktuar detyrim paraqitje. 2 prej të arrestuarve gjatë operacionit, Ervis Deti dhe Bexhet Mema, janë liruar nga gjykata e posaçme. Gjatë operacionit të ndërmarrë 2 ditë më parë, një bashkëpunim mes prokurorisë së posaçme, antimafjas italiane dhe Eurojust, janë lëshuar 51 masa, nga të cilat 29 në Shqipëri dhe një urdhër ndalimi, ndërsa 22 masa të tjera janë lëshuar në Itali. Gjatë seancës, avokatët mbrojtës i kanë kërkuar prokurorisë që përveç bisedave të dala nga Sky Encrochat, të paraqesin edhe prova të tjera. Dosja Ura është e mbështetur mbi përgjigje telefonike, ambientale, pamje video, si dhe zbardhjet e mesazheve në Sky Encrochat. Mes 29 masave të firmosura nga SPAK është edhe Elvis Doçi, i njohur ndryshe si Visi i Pojës, një ndër emrat kyç të këtij grupi, që garantonte trafikun e kokainës dhe heroinës drejt Italisë përmes korrierëve të ndryshëm. Por Visi i Pojës mundi të shpëtojë arrestimit gjatë operacionit Ura. Ai akuzohet për trafikim të narkotikëve, pastrimi i produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale, grup i strukturuar kriminal dhe kryerje veprave penale nga organizata kriminale apo grupi i strukturuar kriminal.